çështje kohe. Danina që ka bërë një alkimist i vërtet. Miro pafshim deri në dështimin të radhës o njush. E shkreti Malakia, që prej aksidentit është përkeqësuar gjithmonë më shumë dhe unë nuk kam bërë asgjë që ta ndihmoj. Nëse Seveli vazhdon ta shtyjë drejt rrugës të gabuar, do ta humbasim përgjithmonë. Nuk mund ta lejoj këtë. Duhet të mendoj diçka. Nuk ka qenë më i mirë që po i vdiqe shoqja. E ka zemrën të mbushur me dhimbje dhe dëshpërim, por ende mund të përmirësohet. I duhet vetëm dikush që ta doj. Sikur ta dinte se sa e dua unë. Jo, nuk duhet mendoj gjëra të tilla. Angjëjt e kanë të ndaluar të bien në dashuri me të mësorët e tyre. Duhet vetëm pak kohë sa të ftohet dhe do t'jetë gati. Pastaj do t'ja çoj Renit. Duhet ta shoh si do reagoj kur të shoh kur e veprën që kam krijuar për të. Po të binte në dashuri me mua, do ta bindja një herë mirë që të ndalonte së bëri këto ilaçe. Por kjo s'do t'ishte e natyrshme. Ndërkohë që ftohet, unë po shkoj të haj një kafshat. Mund ta përdor unë ilaçin e tij. Mjafton të pi vetëm një pikë dhe do të më doj përgjithmonë. Po, duhet ta bëj. Për të, për dashurinë tonë. Bubuzheli. Po shoh, e kam vendosur. Do bësh atë që them unë. Tani, aktivizo metamorfozën. Për të ruajtur dhe për të mbrojtur. Kjo është gjëja më e mirë. Jam e sigurt për këtë. Vetëm një pikë. Vetëm një pikë do të mjaftoj. Sa herë që përgatis ndonjë ilaç, gjithmonë më hapet oreksi. Kush më shqetëson tani?